në Shqipëri. Brillante, Inter që kalon me Barcelonën dhe me ditët e fundit fushatës. Ndeshja midis Interit dhe Barcelonës na tregon që nuk duhet të dorëzohesh deri në çastet e fundit. E njëjta gjë dhe në fushatat elektorale. Zoti Trump e përmbysi gjithçka javën e fundit. Nuk ka pse pushon javën e fundit. Zoti Trump në netët e fundit kishte 3, 4 ose 5 rally ose mitingje si themi shqip në disa vende të ndryshme, në disa shtete të ndryshme. Ndeshja e djeshme më ktheu pas në kohën kur kam qenë gazetar profesionist në sport dhe kam dashuruar futbollin. Një brigadier nuk mund të bëhet kur një trajner i suksesshëm futbolli. Nuk ka logjik që mbas një disëpërsie 2-0 të kalosh 3-2 dhe të humbasësh ndeshjen në minutat shtesë. Një trajner i zgjuar me një taktik shumë të thjeshtë e fiton ndeshjen. Por, kur nuk ke përvojë, kur një trajner butaforik që ke marrë një vend të pamerituar, ti çon dëm të gjithë mundin e një ekipi që realisht luajt i shkëlqyshëm, por Inter ishte më i organizuar. Edhe në fushatat elektorale ndikon shumë se si organizohesh. Ndaj paguen miliona dollar për ata që quhen rëndom strategjist fushatave elektorale. Në faqen time në focustv.net publikova shkrimin që ishte në Wall Street Journal për lasivitën. Aty është përmendur që mund t'jetë paguar $1 milion, nuk duhet merrem me këto. Ajo që më shqetësoni ishte një nga këshilltarët e Clintonit që mbahet si strategjist i madh i të majtëve, të cilin mund ta kishte bler Rama, tha se kur bën fushatat huaja nuk ka shumë rëndësi sepse këtu në Amerikë askush nuk merret me to dhe kur humbet në një fushat të huaj, thuaj se ke qenë me grip dhe ke qenë disa javë jashtë shtetit. Ky është mesazhi, ndaj dia thash që lobistët në përfushata duhet të ndalohen me ligj në Shqipëri, ashtu si dhe pollet e organizuara nga të huaj, nga Italia, nga Amerika, nesër mund të bëhen nga Kina, mund të bëhen nga Rusia. Është e pa kuptim. Presidenti Trump ka pasur një takim me kryeministrin e Kanadas, i cili fitoi zgjedhjet falë zotit Trump me deklaratat e tij. Kanada është shteti 51. Ai tha që me që ju jeni marrë me real estate, ka disa gjëra që nuk janë kurrë për shitje. Por Trump i tha never say never. Por Trump, po e them tallet, kërkon që të jetë Trump show. Çdo gjë të jetë ai të jetë aktori kryesor. Media bie me njëherë në grackën e tij. Në një intervistë Metro Press, NBC, kanal network liberal i majt, gazetarja me pyetje të shkruara nga dikush tjetër i thotë që a do ta zbatosh ti kushtetutën? Dhe Trump tha I don't know, nuk e di. Ky segment u dha nga gjithë kanalet e madhe, por ai vazhdoi që I don't know, nuk e di, por un kam avokat të shkëlqyer, të cilët do ta shikonin këtë dhe do të zbatonin vendimet e gjykatës supreme. Çfarë ka këtu që të shkon? E njëjta gjë me Greenland, si themi këtu, me Panaman, me Miami Beach në Gazës, të gjitha janë granata provokative të hedhura nga zoti Trump dhe majta radikale, me njëherë bien grackën e tij. Sot Trump në orën 11 ka briefing të inteligjencës me Borzilok Gabbard. Pra, dua të sqaroj disa shqiptarë që thonë kemi një aleat shumë të madh, drejtorin e CIA-s, i cili në fakt ka pasur lidhje me shqiptarët. Ju them zotria i nuk e takon zotin Trump. Personi që bën briefing është Tulsi Gabbard. U krijua ky post mbas 11 janarit, ku të gjithë agjencitë e inteligjencës, që CIA ishte e para dhe Tenet ishte personi që nisë takimet presidenti, u spostua dhe vendos këtë ratë është Gabbard. Gabbard ka qenë në listën e terroristëve për fluturimin, sepse pro Rusis, por tashmë është njishi të gjithë informacionet që vinë dhe bëhet ajo që quhet briefing i inteligjencës,
me Trump, siç më ka thënë ambasadori Bolton, nuk është e lehtë që ta mbash të përqendruar për një kohë gjatë, dhe ai thoshte mbjeni gjëra rëndësore e gjëra të vogla. Natyrisht që stafi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare është i mangët, ku nuk ka një këshilltar të sigurisë kombëtare pranë zyrës së tij, por përkohësisht, por që mund zgjasë 6 muaj, si thot ai, është Rubio. Rubio zyrën e ka tek Foggy Button, nuk e ka aty. Personi që realisht kryen këtë është Stephen Miller, e tha vetë presidenti Trump. Është personi më i fuqishëm i zbatimit të politikave. Të gjithë sekretarët e departamenteve realisht janë si ushtar, nuk kanë të drejtë vendosin për politika, marrin telefonata dhe urdhra nga Stephen Miller, i cili pasqyron të gjithë platformën e zotit Trump. Susan Wiles, shefja e kabinetit, e akullt kontrollon moshyrjen, aksesin, prishjen e imazhit zotit Trump. Ai që e pagoi më e kaluar ishte Vučić. Do ta paguan dhe kështu në qoftë se vinte dhe Rama, se ka thënë për fushat, shkoja, provoje. Këtu ka një skenar, edhe pse nuk jemi qendra e rëndesës, e rëndësisë e departamentit dhe shtëpisë bardh, Amerika nuk largohet nga Ballkani sepse është tokë e ndikimit amerikan. Pik. Janë teoritë e vjetra me vlerë të Jesse Helms, të cilin kam pasur fat të takoj, të mbajmë larg ariun rus nga ujërat e ngrohta në Adriatik. Letër e dërguar presidentit Reagan, të cilën ma ka dhënë ambasadori Baleta, duke marrë nga arkivat e asaj kohe. Pra janë dy rrymë në politikën amerikane, Jesse Helms, i cili në aso kohë i thoshte Reagan Shqipëria të bashkohet me Kosovën, nuk e dëgjoj të thot kush sot, por një parti realiste djatë duhet të thot. Nuk është ndorën tonë, por kjo së ndalon. Kjo nuk e ka ndaluar Gjermanën të thonin. Bile të bashkohesh. Pse jo shqiptarët? Qasti momenti është më i mirë me Trump. Sot Trump ka një drek një herë një javë me G.D. Vance, i cili ka ndryshuar 180 gradë nga deklarata të mëparshme kundra zotit Trump, por e ndjen që është në një garë të fortë mbas 3 vitesh me Rubion. Simbas analistët djathtë amerikan, grupi më besnik i votuesve ndaj zotit Trump është grupi i hispanikëve. Ndaj Trump është i zgjuar, do t'i shpërblej dhe e di se duke bazuar të ata, fitoria mund t'jetë e mundshme. Me 3 mandate president republikan, kryen të gjithë përmbysjet e mëdha, largohet përfundimisht wokizmi dhe Amerika kthehet tek vlerat tradicionaliste të themeluesve të mëdhenj. Trump shenjat i ka dhënë. Nuk ka më muaj krenar për LGBT-t. Dan. Trump do të vendos muaj nderi për veteranët. Vetëm një ditë kemi pasur. Edhe njëherë me forcë vendosi ditën e Kolombit, Columbus Day. Ati që njihet si zbuluesi i Amerikës që përfaqëson një grupim të madh të italian-amerikanëve. I ashpër i fort me Harvardin, as një cent, derisa të ndryshoni, dhe Bill O'Reilly është caktuar si broker, sepse ka përfunduar shkollën atje. Janë rreth 85% të profesoriatit radikal të majt, nuk lejohet asnjë leksion nga konservatorët, nga profesorët djathtë, dhe kërkon të marrësh $9 miliard federale në vit, kur dihet që të shkosh në shkollën Harvard sa paguhet, dhe ka rreth $65 miliard në ato llogaritë e vetë dhe nuk paguan taksa. Edhe këtë Trump ja ka hequr. Betejat janë me gjyqjet, jo kanë thënë. Diku lëshojnë, diku kthehen, dhe Trump që simbas të majtës thotë që nuk do zbatoj kushtetutën. Presidenti është shumë i fuqishëm. Roosevelt i të majtës, të cilin këta nuk e përmendin, e ka injoruar dhe e ka kundërshtuar vendimet e gjykatës supreme asaj kohe. Në qoftë se fitonte Kamala Harris, do të kishim zgjerim të gjykatës supreme
do të shtoheshin 2 shtete të tjera për të shtuar dhe 4 posta senatorësh, pra e majta të ishte për jetë në pushtet. Falë zoti Trump, kjo është përmbysur. Kinezët kanë dërguar numrin 2 të qeverisë në Zvicër për të folur me Sorosin, ish partnerin e Sorosit dhe Gain Bessent, i cili është ai që bën amortizimin e deklaratave të ashpra për tarifave Trump, dhe është ndjerë, ja kam thënë, në Kinë kanë nisur protestat e punëtorëve që nuk paguhen sepse prodhimet nuk po dërgohen drejt portave amerikane. Sekretari i Tregtisë, një nga njerëzit më potencial tek tranzicioni Trump, thotë, ne nuk kemi nevojë për prodhimet e tyre. Ata kanë nevojë për prodhimet tona. Pra kjo është filozofia e administratës së re. Tani, ajo gazetarja e NBC News, e cila merr pyetjet nga ata që shkruajnë, tha që çmimet janë rritur grocery. Wait, i thotë, ul, prit, jo, nuk janë rritur. Tani, duhet t'i çekosh ato që thotë edhe media, edhe Trump. Çmimi i benzinës realisht nuk është ulur. Këtu në New York, $3.30 është me lira, aq ka qenë me Bidenin. Ka disa vende në Midwest që është ka dhe 1.98. Por, ka ngelur në vend, le të themi, nuk është rritur. Çmimet e ushqimeve, disa janë ulur, disa janë quar, pra prap, nuk mund të thuash janë rritur çmimet. Por çmimi i gazit për ngroje, po që përdoret edhe për kondicioner këtu, është ulur 14%. Pra për 100 ditë, shenjat janë që ekonomia po ecën shumë herë më mirë se me Bidenin. Tregu punës krijoi muajin e fundit 177.000 vende të reja pune. Ky vend i madh, me politikat e republikanëve gjithmonë përfiton. Ka përplasje pa diskutim midis Kongresit, grupit Freedom Caucus, Tea Party, janë ata që quhen konservator fiskal të përgjegjshëm. Biden ishte shpenzues i madh, por dhe Trump jo pak. Ende nuk po kalon ligji propozimet, ai kërkojnë të rrisi buxhetin e Pentagonit, por do uli shumë drastike në të tjera. Uhaja është shumë e madhe. Trump ka shansin ta kthejë. Natyrisht ku qëndrojmë ne? Më vjen keq që gjysma jonë Kosova është futur në një cetnojt, nuk po prodhon dot as kreun e parlamentit as qeverisë. Do të ngjas edhe në 11 maj, me sa duket, në Shqipëri. Një shumicë e madhe Rama nuk e do. Berisha dha maksimumin e tij, por me sa duket edhe kjo mund mos jetë e mjaftueshme. Sepse sistemi zgjedhor favorizon Ramën. Votimi me zarf manipulohet nga Rama. Në asnjë vend të botës nuk do ta pranonin kurrë që kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të jetë një ish ministër i partisë që kërkon të mbaj pushtetin. Unë nuk e kuptoj se si kanë hyrë kështu në zgjedhje. Ofendimet e Ramës, personalisht ndaj Berishës, ndaj demokratëve, janë sa të turpshme dhe aq të pa shpjegueshme nga ne që jetojmë këtu. Janë 2 grupime të mëdha. Një grupim që dëshiron të largoj përfaqësuesit e partisë të Enver Hoxhës, por fatkeqësisht, siç do thoshte edhe Ngjela, që nga 45-a votohet më shumë për të majtën. Është shumë e vështirë që një regjim ta heqësh me vot. Nuk duhet të bëj pesimiste, si dëshira është e madhe të zhduket Rama. Lërin e pollit janë mashtruese, nuk ka shans, nuk ka zot që Rama të shkojë 70 deputet. Kjo është e padiskutueshme. Përdori të gjithë gurët që të vinte një vizitë këtu si vllajti Vučić. Dyert janë të mbyllura ndaj tij. Dosjet janë tejet masive, kandili i tij ka koqë shuar. Zgjuarësia e shqiptarëve do të vendos. Do ta largojë përfundimisht me turp Ramën apo do të marrë një turp mbi vete, duke na treguar në sytë e amerikanëve, perëndimorëve, që ne nuk dim të ndryshojmë dhe nuk dim të shikojmë përpara. Uroj, miqtë e mi, atë fjalë që na thonin dikur, vota është plumë për armikun, përdoreni
për të larguar një të keqe të madhe, vazhduesin e Partisë Enver Hoxhës. Kudo në Shqipëri.